Ganimeti Asanica, mirë të erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Mrekulli që të kam musafire, ku gja motis ke qenë, a? Motis kom qenë. Është e vërtet? Ka një 3 vite. Po do më thonë, vitet po ikin shpejt, e na po mendojmë, jo mërë kam qenë. Me gjitha të, kënga jote ka qenë prezente, kështu. Pa tjetër, po. Të kemi dëgju, të kemi për cjellë dhe bukur shumë. Gjithmonë kur na ke ardhë me gjërat bukura, me sihariqet mira, sonte në realitet bile me sihariqin më të mirë. Ky vit është viti juaj. Po. 40 vjet karrierë, 40 vjet karrierë. Edhe një manifestim jashtëzakonshëm bukur i shënuar, sakte, mire, port akademike. Çfarë djen kur e dëgjon fjalën 40 vjet karrierë brenda vetës? Për me u ndërlidh me këtë 40 vjetorin, vitin e kalum, Zoti ma shpëtoi jetën. Dhe më tha nga dalë ti se ke kohë ende edhe ke gjëra për të dhënë. Edhe sikur ai shpëtim jetës sime, se unë rash në shok, më mbushi pak mend. Edhe i thash Naim Krasniqit, si vjet nuk po du me ardhë për vitin e ri, se vitin e ardhshëm, do me thonë, kur festoj viti ri, viti 2025. Thash vitin e ardhshëm, në këtë vit, thash do të mendoj me punu diçka veç për vete. Se pak si kur e kom qitë në harres, vetën. Tha, mirë, do të punojmë, tha, po ti pa qenë në program të vitit të ri, sepse ne bashkëpunojmë që 33 vjetër nuk banë me mësme qenë. Do më thonë, veç 7 vjetë karrierë pa Naimin, pasë. Veç 7 vjetë, po. Edhe, me njëherë në janar kemi startu, me mendu edhe me punu, deri në shtator, do me thonë 8 muj dit punë të plota, më besa, si që ishte mrekulli, që unë u riktheva në jetë, ashtu e kam di vetën një mrekulli, dhe i falemderohem Zotit që ma dha këtë mundësi, që për adhurus të këngëve të mia që me shkrujnë shumë shpesh, edhe më thojnë pse si je aktive si kur kureshe. Do me thonë për mu ka qenë një mrekulli, edhe prapë po them i falenderohem Zotit për këtë mundësi që ma dha. Ati i kofshim fale, çdo mëngjes kur zgjohem i falenderohem, ja? E nisim edhe një ditë të re. Për jetim i rënd, i vështirë, sigurisht e ke thënë në emisionet të tjera, edhe unë e kom pas dikur një rast të vështirë, që kam përballu dhe e di se që do të thotë sa i shtohet rëndësia kësa jetë, kësa i bukurie, kështu në... Pse rënë shok, qa u bo, a Ismetit nervozojnë i sena, qa u bo? Jo, mërë, isha pak pa qef. Ismeti jurë si gjithherë, thuj që farë Ismeti, mirë bo? Jo. Edhe shkova me marrë një infuzion. Shok anafilaktik, ha? Po, do me thonë, kisha pas qenë... Alergjike. Alergjike në penicillin. Ose je bo gjatë rrugës. Gjatë jetës, se bëhështë dhe njëherë. Po. Bëhështë. Edhe? Edhe shpëtova, s'po du me ju rikëthyja asaj temës, se po e shijaj këtë 20 vjetorin e karrierës. Vërtet, dhe ta shijoj. Ka qënë gjari, vërtet dodhi këtë vit, unë kam qenë prezent, u shënua shumë bukur, edhe shumë akademike. Po, që thuan, një vit punë, një vit pregaditje. Krejt kjo u bënë në patronatin tuaj, familjes fillimisht, në bashkëpunim me artistin e madhë, Naim Krasniqi, që i falenderohem për mon e jetë, sepse sa unë i kom nejt për krah ati, aq edhe aj më kanë ndajt muë për krah, se sikur aj ma ka gjetë atë elementin, thelbin, që unë gjdoher me këngë të Naimit me shëndrit, qysh po shëndres, nashta s'po e lavdoj vetën. Jo, të lutëm. Kjo është të duar të gjithë se po të dëgjoja, kur flisje për këtë gjë, nga se Naimi përveç që është një artist i madh, një kompozitor i madh, edhe këngëtar i madh,
Dhe s'ka hezitu asë një herë që këngë të bukura, si kur robat që ja qep njëriut, t'ja u qep këngëtarëve dhe artistëve, ashtu si u shkojnë. Duke mos thonë fundit, jo më penali për veti këto, pëse mi adhonë këti. Patjetër. Tek ju ma ka pas një kujdes tepër të veçantë. Naimin, me që se kemi sonë të këtu, mujna veç me përqafu dhe me duar trokit për i s'kemi sonë. Nëse e rekapitulojnë, baka shumë 20 vjetorin, 40 vjetorin tënë të krijimtarisë, të punës, të karierës, çfarë pati? A bone në i farë bilancimi, sa këngë ke kënduar, sa tekste, sa çmime, sa festivale? Kur e kemi fillu bisedën më spari, do me thonë ka qenë 2-3 ditë në bas vitit 3 të vitit 2025, kemi pas problem cilën këngë me lanë e cilën me zgjedh me knu për atë natë. Se ishte konceptu dikunja 2 orë me zgjata, jo? Po, edhe do me thonë qaq këngë të bukra kanë metë, më tha hajtë se në 50 vjetorin e karriere. Të gjë një balans, shumë qmime, bashkë me negjin, që kum pas për krah rrugtimit tim 20 vjeqar, edhe shumë interesant kur aj nuk ka dasht për vete, po gjdoher mu më ka shty për para. Gjdoher o gëzu për sukseset e mija shumë më tepër se për vetë vetën. Ke qenë privilegjuar të drejtim? Pa tjetër, po. 2 shtyllat forta. 2 shtyllat forta. Edhe një lisi madhë afër tyre, se ajo është, do t'ja themi emnin më vonë, të kanë qëndru prapa, ana, shpara, do më thonë janë kujdes, ke qene privilegjuar të drejtim, ke qene me fatë. Po. Sigurisht për qëta dhe Zoti ka thonë, jo, veç po të frigoj pak e këtheu në këtë, se ki me kanë jeton, ki me kanë vazhdojnë. Mere vetën me të mirë. Mere vetën me të mirë. Po, pikisht në mësollët e kjo. Se është e vërtet janë shumë këngë. T'inglonë si stereotipi me të pytë sa këngë janë bo, po janë shumë. Janë shumë. Në karierën të ande. Mbi 200 janë. Mbi 200. Do më thonë, strikt si numër, prapë së mund është me imbledhë me thonë, që ka që i pas kam. Edhe pa tjetër do të përpiqe me Naimi që në mos asgja bilezani jem dikun në YouTube, ose me marë këngëtar të ri këngë me këndu vlera të mirë felta. Ti kanë marë dhe me të thonë të drejten e patëm pregaditë dhe ne, doja ta këndojmë bashkë, po të preste Shadërvani, po si arritëm, me gjitha të gjë shumë e bukur, po që e ka marrë Yllimani një pjesën. Po, pa tjetër. Ashtë bukur, këngë për karierë kur i marrin artistët, se tasha i vlen për një artist gigant. Sidomos dhe vitet e fundit, është e pa mundun që s'paku 2-3 këngë, mos me i ripërpunu Naimi dhe mja u dhënë këngëtarve të ri me i këndu. A din që shë ndihem sa mirë, sa